Pardon my French. Përshëndetje. Mirë se vini në Pardon My French. Po si ju kam, ore, si ju kam? Po sa të bukura që jeni sot. Nuk e di, jeni sot të bukura apo thjesht mungon Antoni? Ekziston kjo e dyta si mundësi, besoj. Antonin e kemi të plagosur në Calceto. Tani, në Calceto apo nga mbrëm? Se çfarë ka bërë Kishte dalë në protesta gjë. Ka mundësi. Ka dalë? Unë tani për drama mbahem. I zbulon këtë detaje, Jo, këtë Nuk sekret. më duket tip protestash, thjesht do ketë kaluar dhe nuk e dinte që kishte protest. Ore, mos ka qenë ai tu zbritë shkallët me Kiarën dhe Rai. Në vend të Kiarës dhe Lunës. Ku? Nuk e di, në Të Calceto shkuara, na gjithsesi. gënjeu. Të shkuar Anton, do ta mirpresim javën tjetër, besoj. Leila, apo ti si je? Sa e bukur që ke bërë sa. Sa të mirë, vetëm komplimente ka marrë sot, nuk e di. Sa Jam shumë e privilegjuar. Nuk e shoh shumë. Po, jam mirë. Kur jam në Pardon My French, jam mirë afër jush. Jo, diçka tjetër po ndodh. Pse je mirë është problemi. Pse jam mirë? Se zakonisht je qetje, sot je solare, je energjike, diçka ka ndodhur. Na zbulon diçka. Mbase në jetën sentimentale, sentimentalisht. po, kam dalë në për date. Oh, Leila! Tani se un marr fjalorin e Big Brotherit, ti absolutikisht duhet na thuash me kë dole në date. Ja, nuk janë të njohur. Kur, po. Nuk janë Po të e njohur. rëndësishme është që ka një lloj Delizje. një diell pak. E po bravo të qof. Në fytyrë. Ej, po kjo javë ka qenë Flakë. flakë. Nuk e Gjithë di, ngjarje, do të diskutojmë. situata. Do të na bashkohet Lediona në studio pak më parë. Pak më Pak më pas. Pak më pas do të na bashkohet në këtë studio për diskutuar të gjitha dinamikat e kësaj jave Se në mos shtëpinë më fillon- të famshme në Shqipëri. Unë shpresoj shumë që të qeshim si herën e Atë do të fundit thënë se me mos fillon të. qesën e rreth e kaluar Do sa. qeshi që në korridor, herën e kaluar Leila ti nuk ishe, edhe Lediona ishte në këtë studio, ne nuk kemi pushuar si qeshuri sepse na kapi kjo Dalldia. Ne nuk e se nxorëm një lajm për shkakun, ne vetëm qeshtim atë episod. Ishte shumë e bukur si intervistë, Atë podcast. me energji shumë të mirë, kështu që Lediona do ta bashkohet për diskutuar të gjitha dinamikat e javës dhe ka ndodhur pafund. Domethënë ulje, ngritje, sharje, E di çfarë dua ndarje, të them? largime, futje të reja. Ku ishe o Luiz, vetëm kaq. Ku ishe o vlla, ma kishe mungu. U mërzitëm që doli. Që do të thënë e unë dinim kam që do dilte unë tani kam se- lagje, po është Luizi i Bigut, jo Luizi. Luizi i Bigut më kishte munguar ajo qetësia, ato planet, ato gjëra që dilte fliste me vete te kamera. Më çoj 3 vite mbrapsht. 3 vite pas. Ne do të shkëputemi për pak edhe do të mirpresim Ledionën të na bashkohet në studio për diskutuar gjithçka. Pardon my French. Lediona në studio, mirë se na erdhe. Lediona. Lediona. Tani qeshi buza. E nisi me E vrull, kemi me në këtë që vetëm do energji. qeshim. Kur vjen në këtë studio? Thuaj prap, ti më urren. Para lajmëroj Jonida tha nuk do qeshim, vetëm do flasim dhe i thash okay. Jo, edhe herën e parë u paralajmërua. Po. Po sot kam përshtypjen që nuk është Antoni, mund ta kesh më të thjeshtë si thua. Antonio ka thyer brinjët. Po, ku e di ti? Po isha me Antonio në Calceta. Po na dëgjoj. Në Calceto. Jemi shok apo prap mendon se Ne të jemi urrej? shok, jeni. Okej. E pra se mendoj se Po, jo kam diçka tjetër që nuk jemi, do ta them pas. Çfarë ka? Jo, kam bërë, jo, thuaj Ka tani. tratuar. Me kë? ti më ke trathuar. Ti, Me Unë kë? kam Ka si gjithmonë trahtuar. binjaku tratoj. Yes. Me kë? A mund ta them? Jo, mbaje për brenda. E po thuaj e more. Ilnisa. Oh, vazhdojnë këto. Hatërbetje. bifet, ë? Prandaj nuk dua të hyj në Big. Bigu vazhdon me Po, vite. Kjo është Gjithë jetën, ë? të betohem Bigu, unë se bashkëpunoj me ekipin aty dhe i shikoj që kanë akoma ca drama, kështu e them, ka mbaruar mbetur, a? Bigu, po ka Gerta Lajer, domethënë ka mbaruar. Për zotin është e frikshme. Ka mbaruar një vit. Jo, nuk mbaron kur, Lediona? sepse ato që kanë ndodhur aty kanë qenë për disa reale, për disa të shtirura, kështu që për ato, domethënë për ata që vazhdon Bigu dhe jashtë thotë që aty kanë qenë real. Kështu që unë kam qenë reale sepse vazhdoj Se ty të vazhdon akoma. Hami Leila, do hysh mbi të kesh gjëra jashtë? Mos jem unë pjesë e këtyre dramave. Po, Jo, pra. shumë gabim që thua jo. Kur mos thuaj kur.
Kur mos thuaj kur, kjo është Ti do vërtet. jesh në Big viti tjetër. Big Kështu më kanë thënë çdo vit. Po do jesh. Çdo vit thon. Gjashta Sa ka Unë thënë aty mendoj- që nuk do jem. Unë mendoj që kjo nëse ishe këtë vit, do flisni për krevatin e Lei dhe jo të Celinës. A thua? Zemra E sigurt, ime, a? Po. E sigurt, mirë se na vjen një herë. Mirë Unë se e ju di që qej. ti kishe vendosur që të mos komentoje, le të themi, Bigun, po duke qenë se nuk mbaron asnjëherë, ne sigurisht në këtë tavolinë diskutojmë me ata që dalin nga shtëpia, por edhe nga ata që kanë dalë nga shtëpia, por jo nga Bigu. Në fakt isha vendosur që të mos komentoja, sepse kur e provon vetë atje edhe kur bësh I kupton dhe disa Po, ndjesi. pra, i kupton edhe unë vitin e kaluar e kam komentuar shumë dhe tash okay, këtë vit po ri Po qetësohesh. nuk i shpëton nuk dot shpëton Bigu, do ta po, s'dohet shohësh. kjo. Si t'janë dukur deri më tani, Lediona? Unë e kam thënë edhe në Instagramin tim që të preferuarit e mi deri tani, fillimisht ka qenë Kristi, por më pëlqen dhe Selin. Po. Duket vajzë shumë e zgjuar, artikuluar edhe shumë dinake në lojë. Se tani aty po themi që është lojë dhe vërtet është lojë. Unë ju them nga eksperienca ime, njerëzit e mirë dhe të drejtë nuk ecin aty. Kështu që bierit i bie, ecën më shumë. Kush nuk të pëlqen? Miri. Nuk të pëlqen Po, mirë Se s'të pëlqen oje, Nuk më pëlqen. Nuk më pëlqen sepse nëse do qëndroj i drejtë me veten e tij, me publikun, me banor, dhe thotë që shiko, ai nuk do thotë që un po luaj, por ti pranoj disa gjëra, për shembull simpati që ka me Selin. Se realisht ai e ka simpatinë dhe lej këto goca e babit, po Simpati do të thotë pëlqen. sentiment. e pëlqen. Mund të jetë kam përshtypjen Afeksion, mendoj. Afeksion, mund të jetë një lloj afeksioni. Po pra, afeksioni Sepse me pastaj njerëzit kalon që edhe rri në aty etapa të afër, tjera, sepse aty edhe jo vetëm unë, po edhe tjerë që kanë qenë brenda dhe më duhet të flas me njerëz që kanë provuar Bigu që Jo, kuptojnë. për shembull, Aty dhe me murin dashurohesh, ta them sinqerisht këtë gjë. po pse nuk beson që ai thjesht mund të jetë xheloz Për lojën? Jo, xheloz si shok që Jo, absolutisht. Po ti xhelozon për mua dhe Ilnisën tani. Po nuk është që një jetë shoqja xhelozi. ime. Nuk është një jetë xhelozi. Pra, ti mendon ndjenjë. Po, patjetër. Okej. Po është e qartë. Se Tjetër? ju nuk e vini re këtë gjë? Jo, mua nuk më Afeksion më duket. duket, Edhe po. mua më Pa duket pa mbrojtur afeksion. askënd, për zotin. Ju jeni hipokrit. Jo, nuk kemi fare hipokrit. Krejtë se duket. Kemi Sepse E ti e vajzë sinqert, Lediona, thuaje- pse e di pse ta them këtë, sepse e njoh mirë nga afër dhe është njëri shumë bonaç. Babaxhan, e. Me ne që e njohim. Domethënë, nuk e di në atë raport aty, se nuk jam Më fal, brenda pse që nuk ta është me shoh. Brikenën? Sepse nuk i ngjit Brikena. Po, okay, dakor, nuk i ngjit kjo, po edhe mua më Se ka është ngjit me binjak, Julin, më ka Selin, ngjit me Po dhe edhe ti unë jam ke abuzuar, qëndruar kam afër. qëndruar. Aty e ket nevojshme të rish me njerëz, të ngjit Patjetër. energjia. Por ajo është e qartë që nuk është thjesht energji. Domethënë, në shikimet, prajmin e kaluar, unë nuk e di, po më ka bërë shumë çudi kur është dhënë klipi Gimbos me Selin, shikimet e Mirit ishin të një Mund të ishin edhe të një të tradhtuarit. Të një ishin edhe babai. një babai Jo, që s'pak babi po nuk ishe shikon ashtu. vajzën. Mos më zgënjeni mirë. ka. Leila, ti përgjigju sinqerisht, hiqe atë telefon dhe jemi këtu në studio. Po i Ishte thoje. shumë ai që po i shkruante se i pash. Tani do 40. t'ja falim. Emrin e te? Se Do s'na i t'ja tregoj. falim, do t'ja falim se është në një Është në një tjetër lidhje, buzëqeshje. po, sot. Po flir. Rëndësika ti ishe lumtur. Jam e lumtur, po. Jam shumë e Okej. lumtur. Po thoje se je sinqert. Si të duket ty ke marrëdhënie? Mirë, Tha- Selin. Po, tha Lediona. Më duket që ka afeksion. Domethënë, jo Pra, jo, pëlqim. jo ndjesi Jo, nuk më duket tërheqje pëlqim. fizike. Po, ndoshta. tërheqje fizike mund të ketë, se tani Selin gjithë ajo vajzë është edhe është normale. Po pra, po është- gjithë kjo afeksioni, gjithë kjo gjë që po bën është se ka pëlqim apo se thjesht është ka O afeksion. miri në ka to? rënë kokë këm brenda, ju Po, thoni akoma po, afeksion iko edhe zemra. pëlqim. Nejse, Po, ja zemra do ta shohim, do ta Ua, shohim. Do ta shohim. Ja do ta shohim. Ka dikë tjetër aty që nuk të pëlqen fare loja dhe për shembull thua o Zoti i madh, nuk e di domethënë si mundet ky njeri. Jam gati të futem Që nga të futem televizori brenda ta dhe- marr po. Rogertin e ta nxjerr. Pse jemi të gjithë në të njëjtin Është shumë konkluzion. antipatik. Okej, secili zgjedh strategjitë e veta për qenë i mirë, antagonist apo protagonist, po ai ka tejkaluar gjitha limitet me gjithë banorët aty. Sepse është shumë e thjeshtë për ta lënduar dika, jo vetëm aty brenda, po edhe Po, jashtë. edhe në jetën e Mbi të gjitha përditshme. duhet të zgjedhim që të jemi njerëz. Dhe ai nuk e di. Ai po shet shpirtin, fytyrën, çdo gjë për atë lojë. Atë do të pyesja. Ai bën antipatikun? Do me thëmë,
luan rolin e antipatikut apo në të vërtet është antipatik? Nuk mendoj që bën, sepse ti mund të bësh, por nuk mund të jesh ai që keq. O je o nuk je. Po. Dhe mendoj Në që moment harrohesh është i dhe po, keq je. dhe e bën atë gjë. Se unë do ta bëja kurse si, ta lëndoja dikë deri në Deri atë në pikë. kock, po. Për shembull Se Ronaldo njëri që është i keq, është i keq, Është i dhe një keq. që është i mirë, është i mirë Kaç, dhe prapë bo. deli keq. Ella kaç. Brikena si duket? Me Brikena më Mateo? pëlqen. Vajzë e bukur, ja, një sekond. Jo, është me ty. Shumë vajzë e bukur, të gjithë e kanë zili Brikenën për atë që është me finesën që ka, por do doja që të ishte shumë më e lirshme. Po. Tani, ne jemi njerëz të tillë që ne jemi populli më paragjykues në botë. Nëse ajo do jetë më emancipuar, të themi, edhe do ta paragjykojnë, do ta çfarë do t'i thonë? Kur ajo është më e kontrolluar, duke e ditur se ku është futur, si është, ja, sepse aty unë mendoj që Brikena mendon shumë se çfarë thuhet jashtë. Po. Dhe ky është një penalizim që egzageron ty, me raste, po, po. egzageron dhe ndikon shumë tek loja jote. Aty harro çdo gjë, mos mendo çfarë bëhet jashtë, por ka njerëz që mendojnë, një tërto kam qenë dhe unë. Por më pëlqen, është shumë e mirë. Leila për shembull nuk është dakord me ty, se çdo javë i thot Nikos pse mbron Brikenën. Jo, Është për të nuk mbrojtur. është lidhje për ta mbrojtur. Thjesht them ka një afeksion Niko për të, po jo që nuk Po, është për ta kuj mbrojtur. dihet? Mua më pëlqen Brikena. Nuk Pastaj është se unë nuk më thash e kam pëlqen. si vajzën time. Po. Por tani që unë dua t'ja shërbej. Kujdes me këtë e kam si vajzën time. Dua t'ja Ja ka shërbej. ledhatuar dhe flokët. Ja kam ledhatuar flokët. Okej. Dua t'ja shërbej në ngjitën pjat, po nuk është hipokrizi kjo që bën tani? Se gjithë bota që thotë Brikena është fake dhe ti thua, "Ma më pëlqen shumë Brikena, pse ti jetë hipokrizia imja dhe e mirit?" Pra afeksioni ndaj Selin. ajo atë lutem mos e krahaso. Pse mos e krahasoj? Absolutisht jo. Tash Brikena më pëlqen si vajzë që është, më pëlqen për bukurinën që kam, atë që përfaqëson, nuk më pëlqen në disa gjëra dhe e thash këtë sepse kemi një Brikenë tjetër në TikTok, në rrjetet e tjera e veta sociale dhe tjetër Brikenë që shfaqet në Big. Po ki parasysh që është herët akoma se Bigu është një format që të skanon edhe të nxjerr fiks si ti je, dhe është herët, ka për dal Brikena, Shpirti. do çlirohet, do dashurohet, do vdes pas pra Mateos. Ti she një lidhje të mundshme. Po, patjetër që po. Do jetë, interesante. Dhe nëse do ketë dasëm në Big, unë shoh Mateon edhe Brikenën. Edhe Jo Brikena. Juelën me Ronaldon? Jo. Jo, unë Juela, po mendoja Selin dhe Gimbo. Selin dhe Gimbo që mund ta bënin vetëm për lojë, por jo. Unë shoh Mateon edhe Brikenën. Çiftin qift më potencial, shumë? ë? Se sa Selin dhe Po. Gimbo? Po. Ja. Po mu më duket e tërhequr Brikena. Është për momentin, por ka filluar edhe është Po lirohet. po lirohet. Ç'a ke Niko? Unë mendoj që Brikena ka kuptuar që kjo gjëja po pëlqejet jashtë. Po Kaq. si kanë ardhur një 15 Ja. drona. Po, kanë ardhur drona, është Dhe kur ty gjëja të pëlqejet jashtë, dëgjoj. mesazhin me parë ja dha nëna Se e vet, dua, kështu që. unë e komentoj në TikTok dhe dua t'i them njerëzve se nuk mund t'i përgjigjem secili, pra gjej pak hapësirën time këtu. Njerëz se më shkruanin, po kështu ke thënë dhe për Luizin dhe Kiarën. Njerëz, mos më krahasoni Luizin me Kiarën që ishte totalisht organike, dy njerëz që nuk njihen dhe u njohën aty. Un kam dyshimet e mia për dy njerëz që njihen, kanë tentuar, ka dështuar, rinjihen dhe po bëjnë si të dashuruar. Edhe sikur po njihen sërish. Bravo. Sikur se Kjo gjë njohin. mua më ngre pikpyetje se unë nuk jam 12 vjeç as se u talla me Len, i thashë radhën e kaluar 82 vjeçje që beson në këtë dashuri, por as nuk jam mbi të 60-ta që të ëndërroj atë dashurinë. Mua në një gjë që ka dështuar dhe rinjihen dhe po mundohen me zor, më lindin shumë pikpyetja. Shiko, po të kemi parasysh që nuk është vetëm faji Brikenës, se dhe Mateo nuk është bindës. Po është pak Ti mund t'i bësh, mund të thua shumë gjëra në Prime që unë Brikenën e dua, më pëlqen, jo kjo, po ajo, por nuk është se bën ndonjë tentativë gjatë ditës Bravo. për të qenë me Për t'u Brikenën. afruar, Dhe po. kjo është që s'mund bëjmë fajtore vetëm Brikenën në këtë gjë, janë të dy që kam dyshimet e mia dhe tek Mateo. Mua më duket Brikena Mateo si ajo loja e fatit, gërvisht përsëri. Domethënë nuk heci herën e parë, gërvishte prapë përsëri. Nuk e do gërvishten thua deri në fund. nuk e besoj. Unë mendoj që do gërvishten Për sepse lojë. ju intereson. Për lojë. Patjetër që për Po pra, lojë. okay. Për lojë. Dashuria o është, o nuk është, fillon Bravo. tamam organike, ndërsa kjo Kupton? Prandaj i Po them mundohen njerëzve të që gjithë është për ti- mendoj si një adult, nuk mendoj me zemër, mendoj me logjik. Po. Dhe me logjik është rinjoje, pra le të rinjihemi sërish.
Po japim dhe një shans me pak fjalë. Kemi pak publicitet dhe do të rikthehemi sërish sepse të tjera situata do të komentojmë. Kemi dy prajme shumë të fuqishme. Në fakt, rihyrjen e Luizellit, daljen e tij ditën e mbrëmshme, po dhe ditët që kaluan si pa e kuptuar me prezencën e tij brenda në shtëpi. Domethënë nuk e di sa jam kënaq këto ditë. Unë jam kënaq dhe kam qesh pafush. Ti e din? Kur shok këtu, pse ma doje dorën? Veshi, Veshi. Ka dorën se më bën veshi. Ka vetëm 10 minuta që është publikuar videoja e një sherri mes Kristit edhe Rogertit. Për sa i përket buxhetit që ka bërë. Veshi. Do me thënë një sherr me shishe me ujë, një përplasje deri diku fizike, po jo tamam. Më kujtoj atë sherrin Kim Kardashian me Ndërsa më kujtoj Eglën. Se Egla i kishte qepto ujin, gotën e verës. Secili edicion ka pasur dikë që hifte gjëra, domethënë, një problematikë që lëshonte dorën. A është e vështirë Lediona kur je aty ti përballosh këto situata tensioni? Nuk është e vështirë, mendoj, varet edhe nga vetë banorët. Nuk e di, unë e kam pas Po si ka qenë presioni kur ka qenë brenda? Se presioni është i madh. Mua më bën shumë këtë pyetje që si ka mundësi ke qenë aq e duruar, durimi vjen vetëm nga kamera, duke e parë personin përballë që ti e di që ai është duke gabuar dhe thua është një publik që e shef. Si në jetën e përditshme është një zot. Kam lënë zotin. Në këtë rast është kam lënë kamera. Kam lënë Niko. Jo, unë jam 2 dur për i kokë. Nuk Tani ta pranojmë që Rogerti është asill më i hundës. Rogerti ta thret, po ta rrafësh mirë. Rogerti ta thret me thënë ka rast. Gjuna ai që bie pre dhe Shiko, ai ndoshta Kristi ka dhënë veten në disa raste që është impulsiv. Ai atë qëllim ka. Jam gaforë edhe unë. Rogerti atë qëllim ka. Pra, ka hyrë më vonë se të tjerët dhe do që të ketë pozicionin e tij, ndoshta edhe Rogerti gaforë. Për mua është i gabuar në sensin tek egzagjerimet, se normalisht loj provokimesh, loj durimi apo tensioni sigurisht që do të ketë. Por për mua e tepron tek te kalimi i gjës. Domethënë është too much për jetën një. Nuk ka shkelur rregulla. Si lojtar. Ka shkelur rregulla, kështu që e thash pak më parë. Ka dënuar Zoti. E thash pak më parë që secili zgjedh të jetë i mirë apo i keq. Aty ai ka zgjedhur të jetë i keq, se ndryshe mendonte që nuk mund të kapte prajmin. Në nivel shumë i mirë deri te Egla, ky e kalon Eglën. Po. E kalon. Se Egla të ofendonte, po nuk mundoi të ulte në ofendë. Domethënë ishin të rrifte me shpull të fërkonte, ndërsa Rogerti është vetëm në prime nuk i mohonte. Pra e kishte aq guxim prej lojtare sa të pranonte që po e bëja. Jo, Egla nuk e pranonte, Egla i binte rreth e rrotull dhe thoshte po jo, se nuk është kështu, po e keni keq kuptuar ju. Nuk viktimizohej. Jo, qante në domën e gjumit ose në domën e rrëfimit. Thotë këta më bullizojnë, domethënë. Po, viktimizimi është i dhunshëm dhe unë isha kështu. Spenalo që vetëm se është i dhunshëm. Okej, nice, ka një larmishmëri personazhesh. Dhe shpresoj që të mos ketë një zarf të zi për Kristin sepse ka bërë gjë në dur. Unë uroj të ketë një zarf të zi për Rogertin. Sepse aty është shumë nxehtë edhe i ka hedhur ka. Mendoni se zarfi i zi i radhës për Rogertin është dalje? Penalizues. Për Rogertin? Po ç'a bëri Rogerti tani? Ska bërë Rogerti në këtë rast. Rogerti s'ka bërë gjë. Po mund ta ketë provokuar. Rogerti s'ka prek me dorë, nuk është keli rregullin nëse të ka provokuar, loja provokim është. Kështu që po edhe ta marrë celularin për shkakun nga dora, unë mos ta jap. S'ka asgjë, janë thyer rregulla të tjera dhe prap. Pra ti mendon që nuk do ketë një zarf absolutisht për Rogertin. Nëse do ketë, mund të ketë një penalizim për Kristin. Se është Kristi i cili ka hedhur ujin. S'ja kanë frikën fare Kristit. Ja ka çar daullën e vesh. S'ja kanë frikën Kristit unë, edhe javë për javë jetë nominim nuk ikën. Syrin e tretë. Tani, të ndalemi pak tek prezenca e Luizellit edhe të gjitha këto ditë që u kaluan në një rrëmuj të këndshme në shtëpi, tension për ata që ishin brenda, shumë humor dhe situata të lezetshme për ne që i ndoqëm nga jashtë, por do doja të pyesja të gjithëve ne, domethënë që ta bëjmë si temë diskutimi. Si i pat
të gjithë banorët kundrejt Luizit, se kishte qasje të ndryshme. Ata që kanë Kush shtangur ishte në më fillim intuitivi? Intuitivi ishte Kristi. Se e thanë fillim, po E kapi direkt. nuk është Edhe se- reagimin që ka bërë. Po prap nuk është se u bëri këtë qasje në një lojtar inteligjent që mund të rrotullonte situata. Shiko, nuk gabimi u të morë. gjithëve ata aty ishte që ata menduan se nëse do t'i afroheshin Luizit, do t'i jepnin Fuqi. po që s'kishte lidhje fare sepse Se Luizi është fuqia vet. Luizi është fuqi dhe është fenomeni i gjithë Big Brotherve që është bërë. Duam apo zuam ta pranojmë ne që kemi qenë aty dhe të tjerët që janë jashtë. Ka qenë pra thash që dy reagime që më kanë bërë përshtypje ka qenë Selina dhe Kristi. Pra këta të dy treguan aty që këta vërtet janë për ta fituar, ndërsa të tjerët dikush qeshi, dikush Filloi të bëj ndërsa këta u agresiv. pikën në fytyrë, sepse erdhi Po. Luizi dhe loja jon Rrezikon, po. rrezikon. E drejt. Ka qenë dhe Brikena që ka thënë në një moment Do bëhem Molta Gixharit. jo, atje le. Të që i ka bërë vetës aty. E dua, bre, dua. Jo, Unë se kam ndjekur, Unë tha. mund të jem Jolta Gixhari Gixhari, për ty, atëherë Se do kam ta ndjekur dalësh vetë. edicionin tënd, por Atëherë do dalësh vetë. Jo, po thoja që Brikena i ka thënë disa herë që unë dyshoj tha që ti je lojtar, ti ke ardhur vetëm për Po. pak ditë dhe do largohesh çaç. çaç. Është cute Por Brikena. Siç thot Lei. Është shumë Është cute. shumë cute. Brikena të Yes, pëlqen? yes, ja, E gjithmonë ka pëlqen. E pëlqyer. shiko pse akuzuat që pat nuk e pëlqen. Sepse Leja vdes për pëlqen. Mateon ajo, prandaj. Unë Ka për fiksim Mateon e Mateon. kam qef, po Gimbo më duket më simpatik se sa Mateo. Tani më thuaj pa, tani një sekond. Ti më the që e njeh Gimbon. Unë e njoh Gimbon edhe atë po thoja edhe pak më parë që është fiks Gimbo që është dhe jashtë. Tani- Një djalë shumë i edukuar, i dashur, Princesh është gentleman. dhe jashtë? Jo. S'mund themi princesh. Është princ. Jo, se dje E ka kishe të ca sjellja. epitete. Po pra, princesh në këtë aspekt. Jo, mos u kesh kuptoni A, në princesh. çfarë aspekti? Që do vëmendje, do të llastohet pak, Si që është i komentua dje që kujdesshëm. ka momente Nuk që e janë njoh, unë princesha, nuk e ka njoh momente që deri në janë atë king. pikë. Wow, se unë ndjevan siklet se çfarë thash, Jo, no, njerëz, jo. no. Na trego pak për Gimbon, si është kështu si E natyrë. thash pra, Gimbo është ai djali i edukuar, i dashur, shumë social, edhe është fiksi, është Gimbo që është aty, është edhe Pra jashtë. ti po thuaj që ai nuk po bën një lojë, nuk ka një strategji të mirëfillt. Jo, për ndjenjat për sa i përket pëlqemi që ka shprehur për Selin është i vërtetë, edhe më vjen keq sepse po po ta them unë me bindje. Aha. Pse O, nuk Niko, beson që ke ato si reagime reagime që nuk beson Niko, pse nuk e asgjë? beson? Pse nuk besoj, sepse ai e ka parë 30 ditë lojën shpirt, e ka Edhe? zgjedhur cila nga këto vajza më pëlqen, me suksesshmja kjo. Po pse s'po luan ai? Sa s'po luan? Zemra, mbas Ai thjesht po videos del 2, keq aty. mbas videos 2, ai ka filluar të luajë. Ai po del shumë keq aty, po e nxjerrin Gimbon që është pas Selinit. Aty po luan Selin. Selin edhe 10 Gimbot i sjellin aty do vazhdoj të E di luaj. pse po luan, Dhe bën shumë mirë. Ai po luan sepse ai po ja mban Ison, Selin. Ai të mos luante, ai do ishte mërzitur, do kishte stopuar gjithë gjën, ai Është po luan. mërzitur pra, por i ka shkuar Selin edhe Jo e ka krokodili. Jo, mos se nuk ka come qenë që janë lë on. krokodili. Unë të paktën ai sa e njoh, unë kështu e shoh. Pra ti thua që ai ka ndjenja të vërteta për Selin. Me cilin prej banorëve ti mendon që mund të kemi, se dje u duk sigur po krijoj një treshe tjetër. Pra Alessio, Mateo dhe Brikena, por në fakt të dy Gjithashtu ti them e njerëz. mohuan. Ju lutem Juela njerëz. si të duket? Një 40 vjeçar nuk është plak. Sa thonë që është ky plak Se e për thon shpesh Brikenën. këtë. Po. Madje për Brikenën është në moshë më mirë Alessio, sepse është më i pjekur, është më Është i mirë, Alessio është super i Wow, mirë. Alessio është super i mirë. Mimi Mateo apo Alessia? Alessio. Gimbo apo Alessia? Alessio është shumë i Ka tha? mirë. Gimbo apo Alessio? Alessio është shumë i mirë, po është i martuar. Është divorcuar. Është i divorcuar, lej, mund të futesh në big. Alessio është shumë i mirë. Pra ti mother in law. Alessio single. Po hyn në Big Brother. Do futem në Big Alessio nuk Brother. është cute, është super sexy. Okej, Leila. E the Barra të zemra se është plotë. Brikena aty tani.
E tha të plot. Po Miri? Miri nuk është seksi tani. Miri Miri është është burr. daddy. Ja, he's a Po daddy. edhe nëse thua seksi, Miri nuk e ndron se li. E vërtet. Nuk hyn te seksit. Ja. Është djali i mirë. Është burr. Po 40 vjeç është. Është sa? 7. Jo, mi jo, është 47. Okej, nuk e krahasoj me Alesin, po s'kan lidhje me njëri tjetrin. Atë si themi Gimbo apo mosha. Mali, Leila? Se u kujtova Gimbo. tani, Gimbo. Po, Mali ishte në fillim, sa ishte kota biskota për Leila. Mali është shumë i lezetshëm. Po, Më e kemi pëlqen pasur në Mali. studio, po, është shumë i lezetshëm. Por Alesio, Edhe Lej, ë? Madje ka ka dashur të marrë ka dashur Mali ta marr Leila në një videoklip. Ta ka përftesën këtu në studio. Pas ka pun pas mbylljes së Bigut Lej, po. Pa Alesia ku mund ta Unë marr. them shpirt të vetë ti duhet kalosh në Në një turne. natë. Jo zemra Me duhet futet në DJ, Big. me Gjona. Tani nuk futet ajo. Nuk e imagjinoj dot Lej në Big me Alesia. Unë imagjinoj, o zëra, sa Wow. qift perfekt. Jo, po çift perfekt, po do bjer shumë pas Do Alesia. plas edhe në një drama me Brikenën, Pa. kush e merr Alesian, se Mateon se merr. Edhe Ti e me- din kush Kush është është këtu? kush është këtu. Ta shohim pak videon. Patjetër. Po. Edhe këtë videon e këtij sherrit që ne komentuam, që ta kemi edhe nëpërmjet vizuales për gjithë ata që po na ndjekin në digital në kanalin 10. Ishte sherri E ka marrë makinë llogaritme. Jepi, ha. Vesi. Roberti vdes për drama. E di çfarë më kujton? e di, mua më kujton, duhet jetë Inzaghi, më korrigjoni çuna që vetëm shtriej për penallti te Milani. Mua më kujtoi shenin tim kur ha diçka në rrugë që duhet ta haj dhe do na kap kështu ja. Njëta situata. Shiko, unë mendoj Edhe një që do ditë që ketë një ushtri- zarftëzi këtu, Po, sepse se ishte pak e është donshme sponsor. situata, po. Unë për një vezë kam dalë në nominim, besoj që do ketë zarftësi. Do ketë, Po nuk- për Kristin. Se Romeo nuk ka thënë o koka, ky ka thënë o veshje dhe duke që e ka të mëtuar shumë. Jo, edhe vjet ka pasur sponsor Po. dhe Ka e ka qenë ngrënë në Viserlo, kokë që- Viserlo po. dhe edhe ka qenë Viserlo dhe nuk u bë asgjë, ishte thjesht një lojë. U Jo, kalua ka si qenë Viserlo, ma kujto pak emrin e asaj Ola. gocës, dhe Ola. Dhe po. Ola dhe Ledioni, si çdo çdo vit, nuk janë të njëjtat rregulla për çdo vit. Pra, nëse Ndryshojnë rregullat me vite. Nëse ti ke ngrënë një vezë gjykoheshe, nëse ke ngrënë në kokë, këtu vit Atëre besoj që nuk do ketë. Veshi. Nuk do doja të kishte pra për Rogerti është i Kristin në madh. këtë rast. Rogerti U është rëzua gjigant. një ditë nga po luanin te krevati, domethënë se është aktor, thash o zot, jepini një Oscar këtij Rogertit. Edhe u rëzua nga krevati, ndërkohë s'kishte lidhje fare se i tërhoqën batania dhe u hodh kështu. Jo, po e ka bërë dhe në living. Atë po. Aty, oh, Që ka rënë. O zot, ti nuk e di. madh. Domethënë, Unë them. më jepni një penallti se po shtrihem, Nëse bëni e gati. vëre Rogerti Më fal. kënaqet kur del në prime. Po atë ditë në prime që bënte sikur flinte, kur i Pa, fliste pa, Ledioni. pa. Ja, nuk e di perl. Po Unë them- atë e di ai që bëhet me jashtë. Se ne do ta kemi të ftuar. Absolutisht. I blejmë një Oscar të paktën kur ta kemi, Po, po ta bëjeni, kemi ose bëjeni. ma Japim unë një ja them statuj. në Bëjeni një fytyrë. Ja japim një Po statuj. absolutisht. Do që kënaqet. Po Do ti e e shijoj duron shumë. në Rogertin të na shaj në studio? Ta shaj. Mbase është intervista ti e fundit pastaj. Të na shaj. Jo, aty do shohim durimin ton, nëse e përballojmë dot Big Brotherin apo jo. Unë mendoj që do jetë një Roger tjetër jashtë Bigut. Edhe unë e kam këtë përshtypje dhe Nuk e mendoj di që pse ma jep ky- këtë ndjesi. Mendoj që vërtet ky që ka nisur, besoj që mund të jetë një rol i tij sepse ndoshta me logjikën e dikujt që hyn mbrapa ka parë situata, do të krijojë terrenin e vet, duhet të jetë në një formë ndryshe. Pra nëse do hynte, pra do mund të ishte edhe një Marko që thjesht Në fakt është shumë e vështirë. ka 4 ditë dhe po rri. E kupton? Ose një krusita s'po që dihet ndeti fare. 3 javë dhe Është shumë e vështirë për banorin Dhe që futen me po rrinte. vonesë, është shumë e vështirë për ta kapur terrenin, se ne që jemi të vjetër aty, Unë Markos akoma i them djalit që yri me Alesion. jo unë e kisha harruar.
në këtë prime nuk doli në asnjë vend, a? Jo. Jo, ishte në Por kontu. As në plan. në jetën time, jo ishte gjatë publicitetit. Ishte. Po. Por në jetën time mendoja që kur s'kam të bëj me Rogertin apo njerëz si Rogerti dhe ja që një mikesha ime përbashkët është mikesha ti e ngushtë dhe ku kam folur më ka thënë zemra është totalisht njëri tjetër, është shumë i qetë, është shumë funny, por hyri me vonë mundohet ma justifikon që mos e komentoj negativisht, po më ka bindur që është totalisht njëri tjetër. Kam edhe unë miq të përbashkët me Rogertin edhe këtë thonë që është shumë ndryshe. Pra nuk është ky njeriu agresiv Nuk është ai që shfaqet aty. Jam e sigurt që kur dalë Rogerti në studio dhe thotë që mbaroi loja, unë nuk jam ashtu, do t'ju kërkoj të falur gjithëve dhe kaq që mbaroi Biku. Këtë po them pra, nëse Po Biku nuk mbaron. Për gjithë ata që jo, nëse mua më ke prekur në kock, unë nuk mund të fal kur. Jo vetëm ty të ka prekur, po dhe ne që kemi parë nga jashtë, është shumë e vështirë. Nuk fal. Domethënë mund të kuptoj ose të pranoj që ti t'jesh një njeri televizioni apo ku diun, por ka disa ndjesi që ndoshta ndjesi të këqija sidomos që ndoshta dhe nuk ti fal. Mendoj që publiku të fal. Kështu që mendoj që gabimi i ti ky është. Pra, ai mund të ishte edhe agresiv në sensin duke mos kaluar limite, pra mund të kishte një tjetër lloj forme dhe mund të ishte edhe më i këndshëm. Pra, njeriu nuk mund të jetë agresiv 24/24. Pra, ti mund të bësh një situatë tënde dhe pastaj mund të ulesh me Nikon dhe të bësh një bisedë njerëzore. Më besoj që në Big mund të jesh dhe 24/24 agresiv. Sepse aty koha ikën ti nuk e kupton. Dhe në mendje të vjen vetëm kam situatë për këtë prime, nëse nuk kam, po zgjohem ta kap dikë, domethënë ti ke parë edhe shumë situata të stisura aty. Vinte ti ishe i qetë në krevat, vinte tjetra të bërtisë thosh ç'a pati. Thjesht për të kapur një situatë për të dalë në prime. Prandaj ishte bërë kjo jargon. Kape prime. Kështu që aty rigja gjithkohës. Do më falësh Niko se të ndërpreva, më thuaj se mos ta hoqja fillin. E hoqja, nuk e mbaj mend për çapo ku ishte te. Ne, më fal. S'ka gjë. Se doja ta mbaroja këtë. Jo, po kishe lidhje me këtë tënd, me Rogertin që më the. Jo, unë mendoj që publiku të fal. Por duhet të jesh i preferuar i tij. Pra çado gabimi që të bësh, thotë nuk ka problem se ishe në lojë sipër. Ka ndodhur me disa konkurrentë. Këtë pra po them duhet të gjej një balancë. Luizi, jo, nuk i ka goditur njerëzit, po Luizi çdo që të bënte thoshte njerëzit, jo, ai ka drejt. I ka goditur, po Luizi nuk ka kaluar kur asnjë limit. E tha dhe gjatë ditëve aty që unë nuk kam prekur askënd në familje dhe tek pikat e dobta që Luizi publiku. Këtë po them, pra nëse Rogerti nuk do të kishte zgjedhur që të sulmonte deri në një pikë deri në kockë e quaj unë, mund të ishte edhe ndër të preferuarit. Po, edhe mund të priste pak ditë, se dhe Luizi nuk e nisi direkt me sulm. Studioi një herë, mund 2 ditë. Ai direkt sa hyri. I njohu. Ai zemra sa hyri, ai është futur me qëllime të qarta. Thjesht do ju bie, do t'i ofendoj, do t'i godasë dhe se ndryshe unë nuk. Do të pëlqente të ishe në këtë edicion? Ja. Pse? Ja. Nuk më pëlqen. Unë thash, nuk e kam ndjekur shumë edhe nuk më pëlqen energjia, atmosfera, situatat, nuk më pëlqen. Faktikisht kjo Selin, Gimbo, Miri, më duken shumë të përsëritura me vitet e kaluar. Si ju duken banorët e rinj që kanë hyrë? Alessio, Marko, Arditi, Shndriti dhe Arditi, Livia. Ti e njeh. Arditi është një zemër. Edhe shumë fani dhe është e ka zemër nuk e di. Kur të bashkohet me banorët e tjerë do ta shohim Arditin. Arditi ka zemrën e bardhë. Shndriti është një ndër gazetarët e Kosovës të cilin ne kemi pasur shumë shpesh në studio për Big Brother Radio. Edhe është shumë i saktë në komente. Nuk pozitiv. Po, nuk e di si do të jetë në lojë, por është djalë vërtet shumë i mirë. Por Livia nuk e di, e kam parë vetëm në një film tek ai i Drilon Hoxha. Kështu që nuk e njihni të. Se mos na vin llafe që si s'më njoh. Jo, un kam bife me njerëz kështu, hapem bife. Se Niko hap sherrë me këto deklaratë. Ne njohim vetëm çun. Edhe rrim më mbaj. Vetëm çunat njohin ne. Domethënë mendoni që do ndrohen gjërat, do lëvizin situatat nga këta të rinj, Do lëvizin, por prap sërish do mbetet Selin, do me thënë do vazhdete novela Selin, Miri, Gimbo. Unë thash edhe 10 Gimbo të tjerë të vinë, prap Selin do luaj.
Dhe mirë bën që luan sepse fundja në një lojë është. Po lexoja disa komente që thoshin e komentojnë Selinën si dinake, ndërkohë po të ishte një djalë që bën këto manovra loje, do ta quanin shumë të zgjuar, të zgjuar strateg, ndërkohë duke qenë se është një vajzë, ndoshta e paragjykojnë për këtë pjesë. Për mua Selina është super deri tani në lojë. Edhe mua më pëlqen shumë. Okej. Jo, mua është e preferuara ime, kam thënë që në fillim për Selinën. Po ti lej, e ke? Selina kam shumë qejf. Selin, Kristin. Edhe madje të luajmë me gjithë çunat atje. Alesion. Sa i zgërtolloj ato syt i hapi. I lexova trurin, ai shumë i hapi syt. Alesio. Po shumë mirë, ja nuk tha cute për njërin. Po, thash seksi. Se ka që kur ka filluar ky Big Brother, por çdo njeri është cute. Tani është shumë cute. Tani. Më komentoni vetëm pishinën, vetëm pishinën. Edhe janë pishinë se duhet ta mbyllim. Ka të hedhja ashtu. Unë po vdisja dhe me Ledionin që po e shikoj aty që qeshte, edhe me Tani që hidhe dhe ishte tepër i lumtur për asgjë. Nga mbrëmja e djeshme memja ime e preferuar ishte kur po bën të Ledioni hapjen. dhuratat që mora nga burri për Shën Valentin. Po mos harroni që Tani mësoj lojën Luizit. Po, me këtë refren duhet ta mbyllim këtë pjesë të parë të programit. Lediona, shumë faleminderit që ishe me ne. Lediona. Në studio sa herë të kesh dëshirë. Ju do dëgjoni intervistën me Lore, jam vetëm unë dhe Niko, duke qenë se kishte goxha angazhime dhe po xhiron klipin e saj, ne e kemi regjistruar në një tjetër moment, tani domethënë do ta ndiqni pas edicionit të lajmeve, ka thënë gjëra shumë pikante, shumë interesante, ka folur jo vetëm për banorët, por edhe për jetën e saj personale dhe muzikën gjithashtu. Dëgjohemi pas edicionit të lajmeve me Lore në Top Albania Radio. Hey, jemi në pjesën e dytë të programit Pardon My Friends. Jam vetëm me Niko në këtë pjesë të dytë. Të rëndësishmit, pra të rëndësishmit. Shaka bëj Lejde Antona Fali. Do na mbysin ata të dy, po gjithsesi të rëndësishmit. Sot kanë kënaqësinë të kenë në studio Lore. Hello. Mirë se na erdhe. Asilloja Maneti. Asilloja Maneti. Po si je një herë? Si ke qenë? Mirë na je dukur, ë? Jo, këtë ditë edhe më mirë, po futem në shina, po shinosem një çik, sidomos me gjumin, por mirë, tani shumë fanse e të gjithës nga shtëpia. Është ndryshe brenda, ndryshe jashtë. Shumë ndryshe. E kishe parashikuar, domethënë që do të kishe ato lloj përjetimesh në një kohë kaq të shkurtër brenda qendrimit tënd. Jo, nuk më merrte mendja kur dëgjoja banorit të tjerë të edicioneve të tjera që më tregonin eksperiencat se si ishte, se sa e shumë fishuar ishte çdo gjë aty brenda, nuk i besoja derisa e provova. Ishte shumë eksperiencë e bukur. Mund të them që Lore ka qenë në vërtet nga 4 edicionet, se edhe në edicionet e tjera un kam bërë meme, jo po edhe kam parë meme pas se të merresha vet, është zëri ose audio ose personazhi më i imituar ever. Po. Do me thënë Lore doli dhe memet me zërin e saj amanet vazhdojnë dhe vazhdojnë akoma dhe tani që flasin. Edhe me grimin. Edhe edhe grimi që diçka edhe. Mam ka pëlqyer se duhej një, do me thënë duhej një artist aty të tregonte artin e vet. Kupton se gjithë ishin shumë serioz. Isha vetëm që ishe artist. Është më vështirë që të shkosh me gjithë ato që ke mbrapa aty, me ato shtëpinë, me ato ngjyrat, me është shumë e vështirë. Prandaj dhe i thoja, kam thënë dhe Jonidës se shpeshherë aty do ta trajtojmë si sallon dhe jo si tapeti kuq. Dhe jo si eksakt, atë doja edhe unë, edhe i kisha të kopsiturat outfitet. I kishe ndar outfitet që përpara. Kur dole dhe pe memet këtë foton, se ne po diskutoni pak më parë, nuk e dini, po ka një sekret pas atij grimi. Si të duken? Domethënë ti je njëri shumë sportiv, dhe kam qesh shumë, Jonida. Nuk e kam vrarë me një fare. Kam qesh shumë dhe kam thënë sa qef, se kur pash edhe shifrat pastaj me këngën, njerëzit sa e pëlqenin gjithën, sa gozhë ishte bërë, ai sa edhe mua kur ma luajnë tani Amanetin them aman me këtë Amanetin. Po, jo, kam qesh shumë, kam marrë me shumë sportivitet. Ishte super gjetje. Ishte gjetje. Ta themi këtë të grimit, çfarë nuk shkoi, ha? Do thuash ti apo ta them unë? Ta thuash ti. Në fakt nuk kishte realizuar ashtu siç e kishte në mendje Lore, dhe fustani atë natë ka qenë i veshur brapsht.
Un para 5 minuta para prime isha shumë vonë edhe ne bëjmë dalje në obor para se të futemi para se të nisi prime edhe fus duart në xhepun edhe xhepat që më shkuan, duart që më shkuan mbrapa. Do të thotë që xhepat ishin mbrapsht. Dhe domethënë shoku im në atë moment nuk dija se çfarë rregulloja përpara. Kisha një siklet me dorezat që i kisha bërë gjithë pudër. Fustani mbrapa ishte gjithë pudër. Po nuk dukej keq. Jo, nuk kuptua. Jo, s'u kuptua fare. Unë tani kam një pyetje si stilist, duke qenë se unë kisha të përgatitura të gjitha për primet, sa fustane të ngelën të paveshura? Unë kam provuar pafund opsione outfitesh për brenda, por ato kryesoret që kisha në merak i kisha vesh, po. Okej, u shqetësove? Po, se po priteni se ça do jenë edhe për primet që unë do të jem në studio. Atë pra, se edhe në prime është faqur. Është më e rëndësishme edhe kjo pjesë e daljes. Tani Lore pas eksperiencës ndoshta më të veçantë të jetës së saj, ka filluar aty ku ka pasionin e vërtet dhe talentin e vërtet dhe arsyeja e kësaj interviste sot, po dhe biseda, sigurisht që lidhet me Bikut, po lidhet edhe me anën tënde artistike. Sapo ke sjell një bashkëpunim me një ndër reperat më të mirë të shqiptarisë, le ta quajmë kështu, është MC Kresha. Edhe kënga mban titullin Nini, që në momentin e parë të publikimit ka korrur një sukses jashtëzakonshëm. Tani sinqerisht, na trego nisjen e bisedimeve dhe si erdhi ky bashkëpunim dhe ishte se është Lore apo se është MC Kresha? Nisi shumë pak para Bikut. Këngën e kishim, këngën e kemi bërë në studio. E dinim që do ishte një gjë gjithmonë se më duket sikur e kam bërë refren këtë, do ishte një gjë ndryshe. Po në fakt un jam në këtë fazë, domethënë që i lejoj vetes eksperimente, pra edhe është pritshmëria ndaj meje që un të vi me gjëra shumë ndryshe nga ç'a bëhet vërtet. Dhe ishte një ftesë shumë spontane e një fundjavë që Kresha bashkë me Lirikalin kanë qenë në Tiranë për koncert. Për të kaluar në studio me mbledh me dëgjuar gjëra të bukura. Domethënë kënga ishte realizuar përpara hyrjes tënde dhe ishte menduar që të lançoj gjatë kohës së qëndrimit tënd aty. Po, ka marr pak kohë vetëm videoklipi, duke qenë se ka një brenda një lanterne është një zemër pulsuese, CGI, edhe ajo ka marr pak ditë, pak më shumë, mbi 10 ditë që të realizohet fiks qartë. Dhe do lançoj gjatë kohës që unë isha brenda, mirë po rrugtimi u presh shpejt. Edhe ndodhi që të lançoj më njëherë pas. Ska gjë, paktën e shijove. E shijova shumë. Po. Shumë. Edhe të mendosh domethënë se sa ka ndikuar edhe Biku, po edhe emri Kreshës, po edhe ajo gjëja që priti prej shumë kohësh më njëherë pas amanetit, se ç'a mund të ishte. Nga unë është prit shumë mirë. Kresha pastaj Kresha është Kresha. Unë nuk është ai që artist sa thonë të gjithë. Është më artist kur e takon nga afër. Jo, është shumë artist kur e takon nga afër. Ti nuk e di se sa po themi sa komod është si njeri për të bërë biseda edhe me Kreshën kam një kujtim shumë të bukur tek Shiko kush luan, është i vetmi, duke qenë se e dim tashmë që pjesa më e madhe e artistëve mos ma prek këtë temën, mos më bëj këtë, këtë lojë nuk e bëj, një pjesë e tyre të vetmit që kanë ardhur në studio dhe kanë thënë Ani mos tanin, do bëjmë çdo gjë që keni përgatitur. Dhe Kresha dhe i pari që ka ngrënë tortën në fytyrë ka qenë MC Kresha. Dhe pastaj të gjithë të tjerët nga mbrapa dua dhe unë si Kresha, domethënë. Kresha ka hyrë në studio dhe ka thënë këngën do ta bëjmë. Edhe po s'qe fiks ajo që na duhet, do bëjmë tjetër. Por rastisi që ishte fiks ajo që ju duhej. Po. Ky bashkëpunim vjen edhe si rezultat i një eksperimenti, le ta quajmë anë të muzikës tënde. Domethënë që me amanetin ti fillove po ndryshoje pak, pra fute pak ritëm, dole pak nga ajo Loreja, ndoshta melankolike, pavarësisht se teksti mund të jetë dhe i lumtur, por mënyra se si ti këndon, i tregon publikut sikur kjo kënga është shumë ndjerë, është po. E kupton po.
ky është qëllimi pas muzikës time. Pra muzikë, po themi e këtij cikli të ri të paktën. Produksione të baza muzikore të kërcyeshme, por tekste shumë melankolik. Po. Edhe kjo ndoshta e bën publikun që të jetë edhe më afër, sepse gjithkush nga ne mund të gjej pak nga historia e tij te këngët e tua. Kështu që po dhe mendoj që publiku e ka përqafuar këtë the new era of Lore. Domethënë edhe pra kur ne bërtisnim që Lorea është artiste shumë e mirë, ka shumë talent, është e veçantë, ka stil. Nuk flisnim kot. Mbeteshim pastaj po m'fal, po pse këta të tjerët kanë më shumë klikime? Ja, ku jemi në përqafimin e ka qenë gjitha e qëllimshme. Edhe kam përshtypjen që tani me këngë, m'fal Niko. Kam përshtypjen tani me këngët që do vinë, që do jenë shumë më komerc, edhe mundet që në një moment shumë nga dashamirësit e muzikës time, po aty ciklit parë që ka qenë shumë më introvert, pak më gri, më vulnerabël, do thonë ti çpate, se ky që reagimi i parë për Amanetin. Po ti çpate. Dhe unë nuk e pata frikën. Nuk e pata frikën fare. Po themi njerëz të tjerë që janë mësuar me të shohin në një linjë. Pësojnë një shok, një zgënjim. Po, ato të vërtet, po, të devotshme. Dhe patën një shok, e thënë po ti çpate, u komercializove dhe ti, ju futa dhe ti. Po kur kuptuam pastaj që Amaneti ka një ndjesi komplet ndryshe nga çdo gjë tjetër, edhe un po mundohem që po prap të mbjell një gjë që s'ekziston. Kjo sepse më vjen natyrale, domethënë që të eksperimentoj me. Po prap muzika mund të jetë e ndryshme, po stili jot vazhdon. Pra vokali yt është totalisht i identifikueshëm. Sa dëgjon tingullin e parë thua është Lore. Unë në këtë new era tënde, sepse artiste të çmendura apo guximtar apo moderne ka, unë nga çfarë pres nga ty, domethënë, dhe i pres në të vërtetë është që të sjellësh dhe një energji dhe një vibe tjetër, një estetik tjetër në muzikë, nga ana vizuale, domethënë, do doja të sjellje, sepse nuk jetojmë më në një epokë që themi, sa e çuditshme kjo. Kupton, na pëlqen gjëja e çuditshme, na pëlqen gjëja ndryshe. Jemi lodhur nga kjo që të gjithë flasin për të njëjtat gjëra në këngë. Do doja ta shifje dhe ta sjellje. Jo, do vi. Ja premtoj që do vi, sepse jam fiks në këtë fazën tani që po mundohem të sjellem një ngjyrë tjetër më transgresive. Një Zara Larsson shqiptare, pra. Këtë dua nga ty. Ishte shumë qef. Ma kupton konceptin. Sa po i bëri një kompliment, më sa kuptoj. Se i pëlqeu. I duhet një rebranding, një rishpike, fiks. Unë mendoj që artisti ka dikute 4 cikle artistike që kalon. Është ai i pari që po themi në rastin konkret unë kam sjell me atë ciklin tim gri, këngë melankolike, solo, asnjë bashkëpunim thuajse. Amadallove. Po vura vullëntime artistike. Tani është ky miksimi me pak a shumë çka ka tregu, po duke sjell një element tëndin, vjen faza shumë më transgresive dhe pastaj back home. Ajo që kam qenë. Po. Teksa flisnim për muzikë përpara se të hynim në studio, Lorea po na thoshte që ky siç e përmendë, ky cikli i bashkëpunimeve me reper shumë interesante të veçantë do të vazhdojë. Dhe një prej tyre që do të vi shumë shpejt, nuk e di a ke dëshirë ta zbulosh, por mund ta themi. Është një prej reperave që është cilësuar që në fillimet e tij, një Eminem, ka tekste shumë të forta në muzikë, ka bërë bashkëpunime shumë të mira. Nuk bën kompromise në bashkëpunimet e tij, me sa kam kuptuar, edhe është fiks Elinel. Shumë e lumtur bashkë me Cricket. Kështu që kam përshtypjen që edhe ky bashkëpunim i ri do të jetë po ashtu një eksperiment, por e ndjej që do ketë goxha sukses. Është një gjë që si e ke kuptuar që në momentin e parë që keni bashkuar zërat edhe idet? Po, ishte shumë e lezetshme. Unë kam qenë në Kosovë për takime dhe intervista, edhe një takim shumë spontan mbledhje shumë spontane në studio bashkë me Cricket, kuptuam që gjetëm në studion e vet një gjë që ne nuk e kishim në repertor. Edhe s'na kishte shku mendja. Prandaj është bukur që kur vjen kjo fazë, po themi, edhe duket sikur rezaurohesh pak, ti shkon në studio, po themi, për
Për të marrë një esencë, një ngjyrë që se ke. Çfarë tha Albani dhe Fabi kur ti bën këto lëvizje, kur ti dole? Unë jam bashkë me Albanën me Fabin. Patjetër, po, kur ti dole, kur mbarove këtë eksperiencën tënde në Big, për çfarë të vërtitën më shumë? Jo, asnjë gjë, u lehtësuan, do them, sepse që dole. Po, sepse dhe ata kanë qenë, jo shqyr që dole më shumë se sa kanë qenë gjithë kohës duke e parë imtësisht çdo lëvizje aty brenda. Po shumë të lumtur, shumë të kënaqur, edhe tani thjesht vazhdon jeta, vazhdon muzika. Nuk duhet me nuk duhet të ndalosh. Jo, s'po fjalë. Niko, ti ke parë një tjetër aspekt të banorëve, pra edhe anën e tyre të ndjeshme, po dhe anën e tyre të strategjive, dhe je i vetmi që në këtë studio ke pranuar që Lore nuk është se ishte dhe aq e urtë. Fare. Madje më thonë njerëzit faleminderit të betohem, se thonë njerëzit, është në gjumë, s'bën asgjë, thjesht këndon, i thonë njerëz nuk po e shihni mirë Big Brother. Gjatë javës Lore është ajo Mirimanga që bën atë rrjetën e saj dhe pret. Pritja e Lores ka qenë primet, pra të hënë dhe të martë dhe të shtunë. Gjatë javës Lore punonte për të sjell, më thonë za dramat e reja, por më ka pëlqyer se punonte me qetësi, jo me zhurmë. Dhe më kam pëlqyer dhe planet e Lores. Kam dëgjuar gjatë javës dhe thoya Lore më duket kështu nga ato vajza që është, po patjetër dhe gjatë javës është. Cilat plane nuk të funksionuan? Kam qenë një blet punëtore shumë aktive gjatë javës. Po, në qetësi patjetër, po unë do kisha dashur shumë, domethënë që t'i bashkoj një pol i tretë atyre dy poleve fillestare që u zyrtarizuan, po themi, aty brenda. Që ishte midis Mirit dhe Destinës. Unë kam dashur që me pjesën tjetër të atyre që ishin pak a shumë grupi i moshatarëve të mi, që ishin pak më të vegjël në moshë, po edhe figura pak më të reja të ekranit. Edhe pse aty brenda jemi të gjithë barabartë, nuk merret parasysh karriera asnjërit. Po kjo që një dëshirë, po themi, aty brenda. Doja të ndërtoja atë si gjë, ishte shumë e vështirë, me daljen e Stina sidomos, u shëmb një nga polet, dhe u mundova po ashtu që ta vazhdoja këtë si po themi si ndërhyrje. Pra që t'ishit dy tashmë dhe jo që t'ishim tre pole. Që t'ishim dy, po aty ka diçka, domethënë që nëse nuk je i shpejt mjaftueshëm apo i loud, i zhurmshëm mjaftueshëm për ta bërë këtë gjën shumë më të madhe, të bërtitur. Po, nuk del në prime. Edhe kjo është një gjë që dihet. Kjo kam përshtypjen ishte një nga gjërat që më penalizoi, se në një formë të pret pak hovin. Tani kjo që e vetëm formë se unë pash që mund të luaj atë brenda, po për të thënë që edhe nuk kam bërë një lojë masive, po. A ka miq nga ky edicion? Për mua? Po, më shumë. Jam sigurt që do bëhem shumë shoqe me shumë nga banorët kur dalin jashtë. Duete? Edhe. Me kë ke lënë gjysmë fjalë? Nuk kam lënë. Me Mali mendoj, se ç'kam një. Po mendoja me Mali. Kam një përshtypje. Nuk e di. Mali duhet dali. Të sillet mirë. Ta ndaj mendjen mirë. Çfarë do bëj me muzikën e tij? Po, nuk e kam iden, po që shumë e hapur jam edhe për bashkëpunime. Mali ka shumë stil në fakt, më pëlqen. Është shumë artist shumë i mirë. Përputhet deri diku stili. Po. Tani që thash përputhet, e di çfarë më ka ngelur në mendje hyrja e Inës dhe reagimi jot isha. Po, që nuk u çova. Mimikat e tua kanë qenë. Po, isha bërë sticker. E kam këtu, e kam në WhatsApp, jam sticker me atë surratin kështu. Po kjo çdo këtu. Dhe që ishit me Selin të dyja, po flisnit, ka qenë the best moment. Po, e vërtet. Ne e folëm paraprakisht dhe në momentin që hyn video e Inës, unë i them Selin, se në atë moment tha ti do bëhesh tha Ledioni banore e vetme me një vajzë që po të pret të grimi. Të dhoma e grimit. Dhe i them Selin, është ajo goca që ka treguar Selina, se nuk e dija me emër. Dhe më thotë mua, jo, më s'ka shans. Është ajo, i them. Edhe ishim të dyja një kocësisht, nuk çohem. Unë nuk i flas, unë nuk çohem fare, i thash nuk ka shans të jap dorën. Okej. Dhe ishte kështu sinkron i papar, nuk është se që plan, po themi, se ishte në fraksion sekondi e gjitha,
Po kjo për të vetëm arsye, jo sepse unë nuk doja ta mbështesja Ina, nuk kam asgjë. Ishte respekt për Stelinën. Për Stelinën, ishte komplet për Stelinën, edhe për situatën e Të gjithë vet. për Stelinën kemi ulëritur zemra ime, të gjithë. Përveç se Stelina për veten e vet. Deri diku. Exactly. Po. Do të thënë, momentin që ne pam Stelinën, pastaj që u çua dhe i dha dorën, ndihesh kështu pak si ndihesh si patetike, por në fund ditës ti unë mbaj qëndrimin tim totalisht mbi gjën. I dashuri çfarë tha dhe çfarë po thot tani që muzika po shkon kaq mirë. Shumë mirë, është shumë i kënaqur me gjithë eksperiencën, edhe pse do donte të kishte zgjatur çik më shumë, edhe për të arritur këto qëllimet e mia, këto lançimet që eksakt, gjithatë to-do listin tim, por jo, nuk s'kemi kështu kritika të forta. Do më thënë kanë qenë të buta, jo se s'ka pas fare. Mirë tani. Ndërkohë të gjithë donin ta bënin çift Loren dhe isha nga njerëzit që se keni dëgjuar që Lore thoshte e kam zemrën. Aty ishin gjithë gocat single. Ti i the 90% e gocave ishin single aty brenda dhe nuk e di. Vetmja që ka thënë e kam zemrën të zënë ka qenë Lore, ndërkohë ti ja the Xhodit, e ke thënë ti jo, dhe unë prandaj u çudita se Xhodi nuk tha që jam e lidhur brenda. Xhodi nuk tha asnjë moment. As Selin, as Lorna, vetëm as Amela. Xhodi. Jo, ka thënë Lore. Loren e kam dëgjuar, e kam të zënë. Kështu që çarmatosuni dhe mos u lodhni mbani distancë. Po. Gjithsesi unë prapë i kisha afër shumicën e, do të thënë doja vetëm t'rregoja kufin që deri këtu mund të mbrini. Deri tek zona e miqve, domethënë, s'keni shanse. Ti bëj unë një pyetje? Po ti kishe bërë dy. Tani unë dua të të pyes se ti me Selin ishe më afër. Ka ndjenja për atë mirin apo është thjesht një lojë? Jo, fare. S'ka ndjenja. Zero. Selin është akull e ftohtë. E ftohtë, binjake. Totalisht. Po. Po miri por për ama Selin? mërdhën e lojën. Miri ka një afeksion për Selin, po jo ndjenjë dashuri, jo, ka një afeksion shumë të madh sepse unë e shoh nga forma se si ai përkujdeset. Domethënë tani hiqim to perifrazimet babe bi e tjerë, po edhe nga ana shoqërore, po themi njerëzore më shumë, e shoh një përkujdesje shumë të madhe që ka, po unë ja njoh këtë anë mirit. Edhe unë e njoh, sepse e kam takuar ndoshta njerëzit që ai ka xhan më pak herë se ti, po prapë është shumë babaxhan, është një sjellje. Nuk ka asgjë të keqe, mos më ka rastisur, po që të jesh xheloz për shokun tënd apo për shoqen tënde. Po, absolutisht. Nuk ka asgjë të keqe të xheloz. Dhe i po e ka shumë që janë xheloz. Unë nuk e kuptoj se nuk jam. As unë se kuptoj. Po më pëlqen dhe ideja që ka njerëz të tillë që janë xheloze dhe duan ta kenë posesiv, duan ta kenë vetëm për vetë atë gjën. Po edhe egoizmi i mirit është treguar aty brenda, që është natyrë egoiste. Tani ka filluar dhe me Brikenën, by the way. Po vetëm se unë e kuptova pak nga prajmi i fundit kur Miri tha që ne jemi gjatë gjithë kohës duke duke i kërkuar njëri tjetrit një update për a jemi apo si jemi bashkë gjatë gjithë kohës. Ai ka nevojë për këtë lloj validimi. Ka nevojë për konfirmim. Po, për këtë lloj Selin, se me thënë të drejtën Selin ka qarkulluar, le të themi, edhe në marrëdhënie me persona të tjerë. Pra, po mundohet që të vendos raportet e saj. Dhe ai prandaj unë nuk jam ashtu, meshkujt ndryshojnë nga gocat. Unë nuk jam. Unë shoqet e mia, doni konfirmime, doni, Jo, unë e di vendin tim ku e kam. Jemi apo si jemi apo Miri është shumë kështu. Miri është, dhe ka të nevojsh me këtë. Po, dhe sa deri në pikën sa po themi të bëhet e lodhshme kjo, sepse nuk e ket kaq të nevojshme që të updatohesh çdo sekond për këtë situatë. Këto ditë i ke parë? Këto ditë në gjithë shtëpinë. Si të duken? Hyrjet e reja. Të qeshur. Luizi. Në fund, të qeshur. Ka sjell një energji shumë të mirë. Luizi brenda, ishte shumë e nevojshme, kam përshtypjen. I shoh të qeshur prandaj dhe më pëlqen. Një pjesë edhe kam parë pak edhe Kristin që më ka pëlqyer shumë momentin që erdhi Luizi, pavarësisht se ka besuar që do jetë banor brenda etj, dihet Kristi sa intuitiv është dhe gafore, unë para bëj nga këto komentet është kështu, prandaj është kështu. Po nuk marr shumë vesh nga horoskopi, po e lidh me veten se jam vet gafore dhe prandaj e kam parë, i ka bërë pyetje më, domethënë hajde tani dhe të shtrydh. Pra, nëse jam në nominim, ku duhet të godas ata që janë nominim apo të merrem me pjesën tjetër të shtëpisë. Ai është fituesi legjitim
mundësisht të gjitha edicioneve tani për të qenë real. Edhe ka shkuar aty dhe nuk ka bërë as këtë të prepotentin, këtë krenarin që unë kam lënë eksakt. Më ka pëlqyer shumë kjo. Por ka hapur dhe situata të reja. Shumë. Pra, nëse disa e mbyllin një sy dhe një vesh, tani ja ka hequr duart dhe i shohin gjërat qarta. Ka dhënë ca direktiva aty kështu edhe ka dhënë dhe ca lëmshe. Ka bërë dhe lëmshe, po. Ka bërë shumë kënaq, po, kënaq fare. Shumë, jo, shumë. Domethënë një moment që po shihja, ishte që i thoshte Gretës, dëgjoj, Selin ty nuk të ka sulmuar kurr. Ti ke dalë shumë keq në Prime sepse ti ke folur keq për të, kurse dje i thoshte, dëgjoj, se në fund të ditës partneri yt emrin, partneri yt e ka motor, ti duhet t'i biesh. Po. Çfarë fillose totale Greta jashtë, e kupton, dhe ajo e shikon kështu. Ai mundësisht do një banor i vetëm, mundësisht, ai u do kështu. Por ti duhet t'i bish asaj, se ajo duhet t'i biesh, se ajo nuk të fal ty. Edhe për Kena, si pashë ja, unë shoh. Pastaj thot, ajo nuk të ka hedh kur poshtë, ti në Prime ke fol shumë keq. Për Kena si thoshte tek mbrëmja e të nominuarve që ja shoh historinë time me të qartë se ty Birkena që ishte kështu nuk donte ta shifte veten atë histori. Nuk donte, edhe Birkena s'po reagonte fare, po sa futej miri për të bërë një koment, që pusho se po lëre ta japim mendimin deri në fund. Interesante ta dëgjonte, do atë vëmendjen e do. Por që nuk shoh. Domethënë si t'janë dukur në përgjithësi, domethënë këto ditë pak më aktiv. Më aktiv edhe duket sikur ka ardhur një person edhe po ja vën në pjatë, domethënë totalisht kështu. Gjërat dhe vetëm merrini dhe ushqeuni. Dhe nëse u tha një batut nga Mateo që ka ardhur për kocka, mendoj se ato kanë nxjerr kockan nga trupi vet dhe po ja japin vet Luizit me duart e veta. Kupton, nuk është se ai erdhi të marrë asnjë kock, këto po ja vetëm. Domethënë erdhi Luizit marri kockën e Mateos. E Mateos, huf. Nejse, se dhe ata do bëjnë çik rolin sikur nuk e kanë probleme, kupton? Pavarësisht se Rogertin e dëgjova që thoshte na ka futur paranoja. Po, imagjino, të futur Rogertin paranoja. Është paranoja vetë. Po e menaxhojnë keq mendoj unë Rogertin, se s'do shumë ta fusësh paranoja. Thjesht e ignoron. Eksakt. Prandaj është futur paranoja sepse ai e ka ignoruar. Nëse unë do isha aty në shtëpi, do kisha bërë një pakt me të gjithë që mos ja varte askush. Pakt me djallin. Pa është kaq e lehtë sa mos, domethënë ta hash veten me dhëm dhe mos ti përgjigjesh kur ai të prek deri në kock, domethënë është kaq e thjeshtë se jam kështu tani. Ajo është sfida, po, ajo është sfida në fund ditës. Pse më duhet ta prandaj unë nuk se aty në big se nuk pra, nuk mundem. Aty je pushim aty edhe lë që të marri para. Domethënë gjithë kjo periudhë që ti je jashtë, ke mundur që edhe ti ndjekësh, pra afeksionohesh nëse ti. Shumë, po sidomos për mua që kam qenë pjesë, po. Sidomos për mua që kam qenë pjesë një herë, jam shumë kurioze se po themi ja kuptoj edhe ekspresionet disave aty, ja kuptoj kodet disave. Me intuitën e Gaforres, do kemi një çift këtë edicion dhe kush mund të jetë? Unë shiko, çift. Mua po më duket sikur Selin po i jep në një hapësirë të vockël Gimbos. Po ja jep, po ai s'po di ta marrë siç duhet, domethënë. Po si ta marrë ai? Domethënë ajo jep sinjal gjatë javës dhe në Prime del që thot nuk më bëhet vonë. Ai të dali. I shkreti dhe stepe, domethënë. Po sa ai e tha që unë e pëlqej. Ai duhet futet brenda lojës, të luajë atë treshen, atë trekëndçin dhe kaq. Presu nga Kimba, mos i bjerë shumë gjatë apo shkenca, se e kuptoj që pra, sipas teje ata mund ka një mundësi që të jetë. Mateo me Brikin? No. Se shoh shumë Brikin të përfshirë. As Niko nuk e sheh. Po ka njerëz që shoh shumë shok të mirë ama ato. Po, mund të jenë besties. Po që mund ta mbajnë këtë në pafundësi. Këtë trishë mos e Putin. Jemi dhe si jemi. Asgjë nuk kemi. Ky edicion në fakt ka sjell larmi personazhesh, pra domethënë karaktere nga më të ndryshme. Dhe deri tani ti se kupton se kush mund të jetë fitues. Kjo është shumë e bukur. Po, është hera e disat që më ndodh që të pyesim të ftuar ose të flasim me njëri tjetrin për tavolinë dhe ende nuk është dikush që mund të jetë. Ti e ke krijuar idenë tënde apo ende jo? Por finalist besoj që mund të kesh një. Por finalist po. Parashikim. Mund të them që do jetë Miri, do jetë Kristi, Selin, Stenaldo. Uroj shumë Brikenën, do shumë fort.
Edhe shoh edhe Brikenën. Pra, sipas teje mund të jenë 6 finalist. 5 ishin këto. 5 ishin këto. Po unë dola Kunata Lulbashës dhe Greta. Një tjetër Kunat. Një tjetër Kunat. Jo, dhe unë këto pres, domethënë nëse do ishte një shqiptar i Kosovës, do zgjidhja midis Malit dhe Brikenës, do zgjidhja Brikenën sepse historia e Malit ishte dy prajme, Brikena vazhdon dhe vazhdon. Jo. Për Rogerti nuk e shihni potencial për finale? Jo. Nëse ndryshon sjellje po. Do me thënë të jetë antagonisti, por jo kaq vulg. Barbon, ku ta diun si ta them, nuk di na falni. Jo, se asnjë mesazh i mirë nuk është dhënë nga ai, edhe pse unë kuptoj që ka hyrë në atë fazë lojës shumë ditë mbrapa, po mundohet që të kapë ritmin. Edhe këtë nuk e kuptoj. Unë kam bërë 30 ditë më vonë dhe s'di si të futem lojë. Para se të futesh bën një strategji pra. Po bëhet zëri popullit me komentat që lexon nëpër TikTok, kupton? Do të thënë çdo gjë, çdo insinuat që mund të kenë njerëzit, çdo E shajnë. Okej, ka dhe njerëz që është një përqindje shumë e vogël që mbrojnë. Shumica bëhemi çik dualist në herë kështu. Jemi me dy standarde. Po. Okej, jemi drejt fundit, Lore, nuk e di si na ikën këto minuta. Por të kthehemi edhe një herë tek muzika. Nini me MC Kreshën. Është pastaj Elinel një bashkëpunim po ashtu me Cricket. Çfarë kemi në vazhdim? A do të kemi koncerte? A do të kemi një le të themi rishfaqje tënde nëpër netët live apo një koncert, një parashikim? Çfarë mendon ti për pozicionin tënd si artiste tashmë edhe si njeri që po futesh shumë më tepër se seriozisht. Me plotësimin e repertorit do kemi shumë evente, koncerte, vera do jetë shumë e zjarrt, kam shumë gjëra të bukura për në verë, kështu që kam përshtypjen do jetë piku i vitit tim. Unë kam quajtur këtë vitin tim, kështu që më ka nisur shumë mirë. Po, ka nisur shumë mirë edhe me Bigun, me bashkëpunimin me Kreshën, do ketë bashkëpunime të tjera, unë vazhdoj fantazoj për bashkëpunime me Goca, kam sa gjëra në mendje. Sa do thoja me Goca kemi? Po, kemi edhe me Goca. Po. Do jetë vit shumë eksperimental, kështu që do më shihni super aktive kudo. Hapni frigoriferin, do jam unë aty. Me amanetet e saj. Me amanetet e saj. Unë të uroj të bësh hapjen e turit europian të Zara Larsson, sepse ajo kështu e mori gjithë bekimin dhe uroj të kesh bekimin e saj vetë. Faleminderit shumë. Domethënë ky vit në të vërtetë mendoj se është i joti. Ke punuar fort gjithë këto vite për të çelur në 2026 siç duhet. E vërtet. Po. Them që do jetë viti im. Po bëj një manifest edhe për Sunny Hillin, e kam shumë qejf. Absolutisht. Po. Kështu që jemi në rat mira. Po. Mendo sikur të jetë Zara e ftuar këtë edicion? Ka shumë shanse. Do iki, do flet. Do blej biletën më të shtrenjtë backstage. Po pse unë do i bëj hapjen Zarës, kështu që do jemi bashkë. Kështu që futu si stilisti Lores me badge në qafë. E kemi këtë. Lore, shumë faleminderit që ishte me ne, ishte kënaqësi. Për gjithë ju që na ndoqët dhe shijuat këtë intervistë, ju kujtojmë që të mërkurën tjetër do të jemi sërish bashkë në Pardon My French. Lore do të vazhdoj me muzikën e saj që të na bëj të shijojmë dhe të udhtojmë këndshëm për gjatë gjithë këtij viti, sepse unë shijoj shumë muzikën, sidomos kur jam në makinë. Kështu që faleminderit që ishe sot. Faleminderit, në çdo gjë që ti bën. Hey, mërkurën tjetër. Amanet. Amanet.